E nisa jo pak për zërin, po. Po. E nisa jo pa qëllim me Beatlesat, dhe si ti je më i ri, kurse unë jam një brez që i takoj asaj gjenerate dhe ato ishin idhujt e rinis Tiranës në atë kohë, e theksoj Tiranës, por edhe qytetet e tjera, sepse një frym pro-perëndimore, një frym, një vokacion oksidental edhe në Tiranë ka qenë një bërtham të Tiranës. Një pacifizëm botror. Po, e vërtet dhe kjo, sepse kjo lidhet dhe me 68-ën, kur u bë Woodstock, që ishte revolucioni seksual dhe janë mbledh në Woodstock 500.000 njerëz dhe nuk ka pas një gërvishje. Kurse sot po të mblidhen 50, vëriten 25. Tashti, problemi është ndërsa Beatlesat bën një revolucion paqësor dhe përmbysëm shumë gjëra të vjetra, 8 dhjetori i 1990-s në Tiranë filloi me muzikën e Beatlesave, por degeneroi në një tallava në mendimin tim, dhe këtë e kemi më të qartë se kur sot, se ç'a ndodh me politikën dhe pikërisht me atë partinë që erdhi me tingujt e Beatlesave dhe ka përfunduar me qeleshet e me çiftelit. U bë keq. Filloi mirë, por më pas u bë gjithçka keq. Si filloi mirë, se po të kishte filluar mirë, nuk do të përfundonte kaq keq. Unë pikërisht ke fillimi e kam. Ke 8 dhjetori. Filloi mirë nisja, po them zanafilla, ideja. Filloi me Beatles. Kush e kishte idenë? Filloi me. Kush e kishte idenë? Se s'kishte ide atë. Po atë ide për ta ndryshuar, nuk po them për ide politike, me sa mbaj mendun edhe te Partia Demokratike, me sa mbaj mendun, kam qenë i vogël, po me sa kam lexuar arkivat, dokumentat, ata që ishin bërthama ishte cilësore. Kush ishte bërthama? Ka qenë Pashko, Gramos Pashko, Gensruli, ka qenë një bërtham cilësore, të cilët po të shikosh nga themeluesit e Partisë Demokratike, më pas u zhdukën të gjithë. Po, kjo është e vërtetë, megjithëse gjithë vishin nga strukturat e regjimit. Patjetër, ata ishin pjesë, por ishin të pakënaqur, ishin një frym më liberal.